Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, "Ore prit pak." Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Ditët e sotme do flasim për bukurinë, por bukuria nuk është vetëm çështje pamjeje, por edhe kujdesi për shëndetin e lëkurës dhe mirëqenien tonë. Në një kohë ku trajtimet dermoestetike po zhvillohen me ritme të shpejta dhe informacioni është më i shumtë se kurrë, është e rëndësishme të dimë çfarë funksionon vërtet dhe çfarë është thjesht trend. Sot kam kënaqësinë të mirëpris në studio një mjeke dermoestetike me të cilën do flasim për trajtimet më të kërkuara, mitet, të vërtetat e estetikës, si dhe për mënyrën si mund të kujdesemi për lëkurën në mënyrë të veçantë, patjetër përgjatë verës. Jam ditën e sotme me doktoresht Denisa Zhegu. Denisa, përshëndetje, mirë se vjen në Diku ku dielli nuk perëndon. Mirë se ju gjeta, kënaqësi shumë e madhe. Është era e parë këtu dhe është dëgjuar shumë perfekte. Jam e lumtur ta ndaj ditën e sot me studion me ty dhe ashtu sikur se po thoja edhe pak më herët, duket sikur vera kërkon një kujdes të shtuar, jo se stinat e tjera nuk e kërkojnë, por duket sikur dimri thjesht mjafton të jemi më të hidratuar dhe duket sikur e kemi zgjidhur atë problematikën, ndërkohë që vera mendoj që është paksa më e komplikuar. Vera në fakt është stina e plazhit e mund. Domethënë, kudo që ne përmendim fjalën verë, shohim diellin, shohim rrezet e diellit që janë më të shndritshme, është nxehtësia që është e shtuar, sepse në dimër patjetër është ftohtë dhe lëkura sido që të jetë i adaptohet temperaturave, ndërkohë që në verë kemi mbidjersitjen, që është kryesorja te secili nga ne dhe kjo mbidjersitje krijon shumë herë problematika të ndryshme dhe në lëkurë të secilit pacient ose të secilit individ nga ne. Dhe prandaj themi që kujdesi në stinën e verës duhet të jetë i shtuar, sepse rrezet e diellit janë të shumta dhe ekspozimi kundrejt këtyre rrezeve të diellit krijon dhe dëme, sepse dielli përveç se kemi marrin vitaminën D që është aq e dobishme për secilin nga ne, ka dhe anët e tjera në thonjza të themi negative, sepse në momentin që ti nuk di të mbrohesh dhe nuk e mbron veten tënde, atëherë na kthehet në bumerang dhe na kthehet në efekt negativ, sepse shumica nga pacientët ose individët nuk përdorin kremra me faktor mbrojtës. Përmendim gjinin mashkullore dhe gjinin femërore, sepse të dy kanë arritur një pikë ndërgjegjësimi tashmë dhe nuk është më fatmirësisht, nuk është më tabu ose nuk është vetëm trendi të thuash që okay, vetëm vajzat kujdesen për lëkurën, po, vetëm përdorin gjëra kozmetike ose gjëra të cilat i bëjnë mirë lëkurës, por tani tashmë edhe meshkujt i drejtohen përveç se qendrave estetike nëpër farmaci përdorin kujdes ndaj lëkurës së tyre. Kështu që vera detyrimisht na detyron, pra na jep atë impaktin e asaj stinës së bukur të nxehtë, për ta jetuar, por duhet kujdes të veçantë. Dhe kjo është ajo pika kryesore. Jo se në dimër ne nuk duhet kemi kujdes për lëkurën dhe sepse në për male për shembull, kur është dëbor, ato rrezet e diellit janë të llartashme dhe krijojnë ndjegjet më të mëdha. Ashtu. Në dim, po. Por vera se nuk po shkojmë kemi kohë të flasim për dimrin tani, ta shijojmë edhe pak herë, se jemi në mes korrikut. Ose e prishtu. Tamam. Cilat janë 3 gabimet më të shpeshta që ne bëjmë përgjatë verës? Përveç le të themi përdorimit të SPF-s që duhet të jetë. Përdorimi i SPF-s duhet të jetë, por përdorimi i SPF-s mirë është të përdorësh çdo 2 orë, që se asnjëri nga ne dhe kjo është do gënjenim po ta thonim. Asnjëri nga ne, pra gabimi i parë fillon me përdorimin duhet ishte çdo 2 orë për shembull. Po mirë, se jo të gjithë jemi të ekspozuar përgjatë gjithë ditës, kështu që nuk je ekspozuar, do dalësh diku, nuk do rish mbyll. Tani është justifikim kjo pjesë. Nuk ja dalim dot, për diçmëri të paktën. Asnjëri nga ne nuk ja del dot, dhe unë që flas këtu nuk ja dal dot që të mbrohem me faktor mbrojtës çdo 2 orë. Ideja është që kur ne shkojmë ekspozohemi gjatë rrezeve të diellit në plazh dhe kur është piku
i diellit, piku i rrezeve të dëmshme. Pra flasim këtu nga ora 11:30 Po, 3 12 deri në ora 3. Ato janë rrezet më të dëmshme. Aty ndikon pastaj negativisht dhe e mira është që ose të mbrohemi, pra me një kapele, me një palsyze të futemi në çadër, duken si këshilla shumë të thjeshta. bazike, Por po. në fakt nuk i zbaton njëri dhe po ti zbatosh, e ndjen dhe veten më mirë dhe lëkurën më mirë dhe atë ngjyrën që do ta marrësh, se do ta marrësh patjetër atë ngjyrën e plazhit, se aty është qefi në fund të ditës. Të duket që ke bërë çik plazh, duket që ke shkuar në plazh dhe aty arrin pastaj që të kapësh efektin maksimal dhe lëkura nuk dehidratohet, sepse nuk thahet në mënyrë të llatarshme, por edhe kujdesi është ti e ke mbrojtur si do që tjetë. E kemi bërë detyrën. Patjetër, një gjë shumë e rëndësishme për mua është hidratimi nga brenda me anë të ujit apo me frutat, estinës, me perimet. Dhe kjo është e rëndësishme sepse unë mendoj që një pjesë shumë e rëndësishme ku duhet të kemi një kujdes të shtuar dhe vëmendje të shtuar janë dhe buzët. Çfarë këshillon për buzët? Unë gjithmonë i them gocave në këtë stin, sepse ka dhe lipstick me SPF. Po. Dhe i them gjithmonë, bajni një lipstick me SPF, sepse buzët thahen, dehidratohen. Dhe në momentin që dehidratohen është shumë e vështirë që të dehidratohen dhe e mira është që ne ta parandalojmë këtë pjesë. E para me hidratim të brendshëm dhe e dyta me anë të lipstick me tani me shumë mundësi çuna do jenë duke menduar po ne si ta bëjmë. Ka dhe lipstick pa ngjyrë. Po desha thoja që ka lipstick pa ngjyrë dhe është perfekte, sepse ti mban gjithkohës të hidratuar, është edhe buza e hidratuar është edhe më e bukur. Absolutisht. Tani ne që dalim shpesh nëpër ekrane s'kemi çfarë të bëjmë, se duhet vendosim në një buskuq për shkakun që ta mbaj pak më gjatë, se flasim gjithë ditën. Shiko, është edhe çështje preferencash. Okej. Bëj sa kanë. Duket sikur stina e verës është edhe stina kur mbase largohemi pak nga klinikat estetike, mendon se është fakt apo është përshtypja ime e gabuar? Jo. Nuk largohemi nga klinikat estetike për një arsye të vetme. Trajtimet estetike për të gjithë ato pacientë të cilët janë mësuar me këto trajtime i bëjnë në çfarëdo lloj periudhe të vitit. Pra, nuk të dëmtohet lëkura sepse në momentin që ty të vjen dita, se këto janë me data të caktuara, për shembull, ti kalon një 3 mujosh mbasi ke bërë një skin booster. Të vjen 3 mujoshi dhe qof dimër, qof pranverë, qof verë, qof vjesht, ti do ta bësh atë. Dhe varet kur të qëllon. E dyta, ne i afrohemi më shumë sepse kemi rimodelimin e viteve që në dimër shumica e neglizhojnë sepse nuk janë shumë të ekspozuara vitet në periudhën e dimrit, ndërkohë që në periudhën e verës janë të ekspozuara dhe patjetër shtohen këto trajtime. Pra, nëse mungon një trajtim, i shtohet një trajtim tjetër dhe ato kompensojnë njëra tjetrën. Dhe trajtimet hidratuese, ndërkohë që në dimër nuk bëjnë aq shumë, bëjnë trajtime invazive, sepse e gërryejnë lëkurën në dimër, që eksfoliojnë deri në thellësi, në verë nuk e bëjnë ato, bëjnë pastrime. Sipas teje, cila është mosha e duhur për të paraqitur te estetisti, qoftë për një pastrim fytyre apo për procedura të tjera? Unë mendoj që secili nga ne e ndjen vetë moshën e duhur, sepse ka pacientë të cilët janë shumë të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, si në dimër, si në verë. Ka pacientë të tjerë të cilët janë genetikisht të predispozuar për rrudha. Ka pacientë të cilët janë akneik, ka pacientë të cilët kanë post-akne dhe këto nuk varet fare nga mosha, sepse mund të jetë një moshë shumë e vogël e cila ka probleme me aknet, pastaj vazhdojnë post-aknet dhe ngelin shenja. Ajo mund të jetë 16-18 vjeç dhe patjetër që do t'i trajtoj. Kështu që bazuar në problematikat që secili pacient ka, është mirë që një konsult me një mjek estetik, me një mjek dermatolog, ta bëj patjetër për të arritur në pikën e tillë që dhe plakja të jetë shumë e ngadalt dhe tekstura e lëkurës të jetë gjithmonë shumë e mirë me aq sa mund të arrihet. Si ndikon stili joni jetesës në shëndetin e lëkurës? Unë them gjithmonë që një pjesë është genetika. Pra, është e rëndësishme genetika, është e trashëguar. Por genetika është vetëm një 20%. Pavarësisht se të gjithë mundohen ose kur pyet dikë për shkakun thotë po unë kam genetike. Okej, genetika është dhe ndikon dhe është ai 20%. Pjesa tjetër është ajo që ti investon për lëkurën tënde. Është ajo që ti e ushqen
Pra çfarë i jep ti asaj lëkure? Sepse kjo pasohet me kalimin e viteve dhe ti e sheh të gjithë këtë, shef një background, të gjithë historikun tënd, e sheh brenda një dite. Dhe për mua është investimi që i bën lëkurës. Sipas teje, cila është ndërhyrja estetike me të cilën po abuzohet më së tepër me kohët e fundit? Ndërhyrjet estetike që po abuzohet janë të shumta sepse mendja e pacientëve është e ndryshme dhe influenca nga TikToku, influenca nga Instagrami, influenca nga personazhe të ndryshëm, nga bota, nga showbizi, bëjnë që secili pacient të përthithi diçka edhe në mënyrë shumë të gabuar, sepse vjen dhe kërkon diçka që nuk ka lidhje fare me atë. Ke patur raste kur ke refuzuar të bësh një ndërhyrje që mbase pacientët e kanë? Patjetër. Mund ta përmendesh një rast? Kam pasur raste për shembull kur dikush deshte të transformohej komplet. Pa një personazh në Big Brother, nuk e di, ka qenë një edicion sociale mbase? Jo, ka qenë një edicion televiziv, diku si Big Brother apo nuk e mbaj mend tani. Dhe deshte të bëhesh e fiks si ai personazhi. Dhe më thot, doktoresha, unë dua të bëhem dhe dua të bëhem kështu, nuk e di, më bëj çfarë të duash. I thash vetëm të vej kokë të re. Duke si rregullim personaliteti në vetvete, I thash vetëm të vej një kokë të re, edhe kaq, se s'kam çfarë të bëj, se nuk ke asnjë lloj tipari të ngjashëm me personazhin që ne po flasim. Dhe nuk mund t'i presësh konturet, të bësh, të krijosh konture. Kur ti ke një fytyrë të rrumbullakët, nuk mund ta konturosh brenda natës dhe të bësh ta presh. Ku do ta çosh? Ose shohin shembuj të ndryshëm, se di. Po përsa i përket janë shembuj, dhe shumica janë shembuj të deformuar. Se në qoftë se është një shembull që është shembull real, që dikush del një personazh të tregon jetën reale, un kam qenë kjo, kam bërë këtë ndërhyrje, më ka ndodhur kjo, po ato nuk arrin të gjitha. E kanë bërë në far procesi, është ardhur shumë smooth ai rezultat. Ajo është proces i cili vjen shumë avash. Nuk është gjë që bëhet sot edhe hajde humori ti u transformove brenda, sepse deformohen. Dhe këtu arrin pastaj në fazën e deformimit dhe secili nga pacientët merr një rrjedh komplet ndryshe dhe gjithmonë them nuk njeh më telefoni. Vërtet. Është e dhimbshme edhe pse po qeshim, Kjo është realiteti. Cila është mosha kur kërkohen më shumë fillerat? Sepse duket sikur kanë nisur që nga mosha 14 vjeçare dhe më duket e frikshme që një 14 vjeçare të bëj fillera. Absolutisht. Unë nuk jam dakord për vete, në moshën 14 vjeç duhet të shijoj freskinë e moshës, nuk ka lidhje fare me pjesën e fillerave, mund të bëj një pastrim, një hidratim të fytyrës, por asgjë më tepër. Cila është mosha më e sugjeruar? Unë do thoja 18+. Gjithmonë jam për këtë pjesë dhe gjithmonë kam qenë për këtë pjesë sepse ti krijon dhe një farë personaliteti dhe di çfarë do thua? Po, dhe ti je më i bindur, ndërkohë që në moshën 14, 13, 15, 16 është mosha e abuzimit. Do të thënë, fillon të abuzosh dhe duke parë shoqen, sepse varet nuk e dim ku po shkon. Sipas mënyrës si unë e mendoj, 18 ç'është vërtet më duken shumë të vogla dhe 18 pendohe një pjesë e mirë për të kujdesur, them unë. Okej, jo, e kisha fjalën për fillerat. Nuk po themi që një 18 vjeçar mund të marrë një vendim të drejtë, por një 18 vjeçar në mbikëqyrjen e një prindi, sepse gjithmonë mirë është të jetë dikush që e shoqëron, në mbikëqyrjen e një prindri, megjithëse është majoren dhe mund ta marrë vetë vendimin, por prapë në mbikëqyrjen e një prindri mund të bëj diçka të vogël, sepse unë jam gjithmonë në rregullimin e asimetrive. Për shembull, një 18 vjeçar që ka një problem me pjesën e hundës. E di sa pak acid hialuronik mund të rregullohet ajo pjesë dhe ai ose ajo 18 vjeçare të jetë lumtur. Absolutisht, dhe ka shumë vetbesim, patjetër. Kjo ti i jep tjetrit dhe vetbesimin, dhe ndërkohë edhe është i kënaqur sepse kur e sheh veten në pasqyrë, thot ua sa mirë. Dhe ndërkohë nuk ka bërë as ndërhyrje, nuk ka bërë as egzagjerime në filler, por thjesht ka modifikuar ose rimodeluar diçka të vogël që natyra nuk ka qenë aq bujare për t'ia dhënë. Do me thënë, kur nuk ka dëme, them unë, dhe nuk ka... bëj fjalë për përmirësime, jo për egzagjerime. Kur jemi në fazën e përmirësimit, unë jam gjithmonë pro përdorimeve të acid hialuronik me doza të caktuara, pa egzagjerime.
Edhe pse kohët e fundit ka një informacion të shtuar dhe informacioni është kudo, mjafton kemi dëshirë për ta marrë, duket sikur sërish ka një ngatrim midis fillerave dhe botoksit. Çfarë diferencë ka? Tani, fillerat janë mbushës. Pra, mbushin. Mbushin pjesën e buzëve, mbushin pjesën e mollzave dhe ndërkohë që botoksi është një relaksant, relakson muskujt. Kjo është diferenca dhe është shumë e qartë. Pra, filleri mbush, botoksi relakson. Ka zona ku duhet përdorur patjetër filler sepse nuk i tolerohet asaj zone botoksi. Po, patjetër. Siç e përmenda më përpara, zona e mollzave për shembull është me acid hialuronik, hunda me acid hialuronik, pjesa e buzëve është me acid hialuronik, konturi i nofullës është me acid hialuronik, konturi i mjekrës me acid hialuronik. Ka patjetër pafund produkte, por acid hialuronik është më i përdoruar, duke qenë se ne kemi kam thënë shumë shpesh që gjendet në nyje, gjendet në sy, acid hialuronik gjendet në trupin tonë, kështu që është dhe një lëndë shumë e qartë. Sipas teje, cili është trajtimi estetik që ka bërë revolucion vitet e fundit? Këto trajtimet estetike që kanë bërë revolucion, këto të gjitha shpirt kanë bërë revolucion. Pse do thuash ti? Sepse këto ndryshojnë aq shpejt dhe bëjnë revolucion brenda një muaji. Në qoftë se jepet dhe pompohet diçka më shumë, për shembull, para disa kohësh ka qenë Foxy Eye dhe të gjithë kishin shumë dëshirë që të tërhiqnin syt mace, po jo ti tërhiqnin mace që të ishte e gjithë zona e syrit e tërhequr në mënyrë të llatarshme. Dhe ai ishte trend për momentin. Por ai trend ra shumë shpejt, sepse njerëzit e panë që, ajo është gjë e bukur, por është gjë artificiale. Se nuk mund të dukesh bukur, mund të dukesh bukur në një ekran për momentin, por nuk dukesh bukur gjithkohës. Në vetvete mua më duke edhe e dhimbshme ose sikur të pamundësonte lëvizshmërinë e mimikës apo është përshtypja ime e gabuar. E të ndalonte çdo gjë, mjafton të dukej bukur. Okej, mirë. Fatmirësisht iku. Ka disa gjëra, po, kaloi si trend. Më pas erdhën vitet e egzageruara, pra që dilnin komplet jashtë çfarë do lloj fizionomie të trupit, që edhe ajo ishte pak e tepërt, por edhe sot e kësaj dite i kërkojmë, por gjithsesi ishte një boom i madh që zgjati diku një muaj, se të thash këto trende zgjasin në periudha të shkurtra kohore, sepse del gjithmonë një trend i ri. Komerciale. Janë trende komerciale dhe del gjithmonë një trend i ri. Pra janë ato fluckat, por varet prandaj të thash që janë adoleshentët, janë gruponsha të ndryshme që e përthithin në mënyrë të ndryshme dhe varet kush e kap, kush kujtja kap trurin në atë moment. Dhe ai është pre, pastaj ai bie pre dhe fiksohet. Dhe o do ta bëj o s'ka. Dhe pendohen shumë shpejt, Problemi është që pendohen, po ndonjëherë është edhe shumë vonë se ti nuk e ç'bën dot, se nuk mund të rish të bësh eksperimente me fytyrën tënde, se ka njerëz, prandaj thash çdo gjë është me fizionomi, me anatomi fytyre. Nuk mund të bësh një gjë që nuk të shkon fare, nuk ka lidhje fare me anatominë e fytyrës tënde. Po këtu hyn në punë roli i mjekut estetik, patjetër. Por varet dhe sa e dëgjojnë, sepse është edhe kjo që vin me një imazh të saktë. Ka patur raste kur të kanë ardhur për shembull me foto dhe më bëj si ky? Po. Dhe një pjesë e pacientëve gjithmonë e kanë nga një foto rezervë. Një rimodelim me ChatGPT. Kur ti mendon për shembull ti pyesësh që a ke menduar diçka ti për shembull që nuk të pëlqen tek vetja, që të kesh dhe një ide të pacientit që ke përballë. Çfarë kërkon patjetër? Stepet një herë, dhe pastaj e nxjerr. Nami të bëhet thot, po e tregoj një herë. Do e dua dhe do ta marr. Shumë persona në fakt që edhe thonë, shiko se unë i kam frikë kliniket estetike dhe dua të bëj trajtime vetë në shtëpi. Sa efektive mendon se janë? Trajtimet në shtëpi janë të mira. Nuk i hedhin poshtë, por janë trajtime plus. Që do të thotë, në momentin që ti përkujdesesh në një klinikë estetike, sikur edhe me diçka të vogël, sepse rrudhat për shembull nuk mund t'i heqë dot një krem që mund të përdorësh në shtëpi sa do konsistent të jesh. Dakor? Ajo thjesht të mban të hidratuar, e mban lëkurën të mirë ushqyer, por nuk arrin dot ato që mund të arrish në një klinikë estetike. Unë jam gjithmonë në këto ecin paralel me njëra tjetrën. Pra, ti kujdesin duhet ta kesh 100% në pjesën e shtëpisë, nuk po them të bësh rutina
me 20 produkte, sepse ishte edhe trendi më i fundit ishte këto rutinat me 20 produkte, Po. që ishte e frikshme. Një orë e gjysmë duke bërë atë rutinën. Po sepse dolën blogerët kush doli dhe marketingu dhe ishin 20 produkte të rreshtuara. Kështu që unë nuk jam për atë, unë jam produkte pak e saktë. Cila do ishte një rutinë që duhet ta ndjekim në përditshmërinë? Në përgjithësi unë them lajeni fytyrën, që është kryesorja, pastrojeni nga make-upet sepse mirë është mos të flehet me make-up, sepse dëgjoj shumë. Jo, duket e frikshme. Jo, duket e frikshme për ty mbase, por unë që i dëgjoj, nuk është, unë prandaj e theksoj gjithmonë, sepse të paktën unë mundohem të sensibilizoj ai sa mundem. Sepse është shumë e vështirë pjesa, ti bllokon të gjitha poret dhe nuk e le fytyrën të ajroset, të marrë. Pra, të lahet, të pastrohet nga make-upi. Të pastrohet, të përdoret një krem hidratant. Po themi kjo është rutinë Kaq bazike. Kjo rutina bazike. Një njerëz që do ta mbajë lëkurën të paktën të pastër. Sepse ka patjetër përdorimi vitaminës C, që është antioksidant, përdorimi personat që kanë probleme me aknet kanë një rutinë komplet tjetër, por kjo është histori lëkura sensitive, duhet të përdorin produkte të tjera, por e përgjithshme është nëse ti e lan dhe hidraton lëkurën, të paktën lëkurën do ta kesh të mbajtur mirë. Po toniku, sa e rëndësishëm është si pjesë e rutinës? Të thash, kjo varet më shumë nga lëkurat. Pra, jo çdo lëkurë ka të nevojshme përdorimin e tonikut. Unë për shembull nuk e përdor. Prandaj them që lëkura të ndryshme kanë problematika të ndryshme dhe rutina të ndryshme në përdorim të secilit nga produktet. E mira është një konsult që ti të marrësh trajtimin e dur, tani janë dhe skin testet që mund t'i gjesh në çfarë do lloji farmacie, duken si komerciale, por në fakt ato e bëjnë punën e tyre, nuk mos u bazon në të gjitha produktet, se ajo mund të japi 10 produkte një skin test, por bazon në produktet ato që ty me të vërtetë të bëjnë mirë, sepse mund të marrësh testera dhe ato testera ti e provon në lëkurë kush të bën mirë, një vitaminë C, varet tipi i vitaminës C, sepse un kam pacient që të dy pacientët përdorin të njëjtën vitaminë C, njëri ka efekte të shkëlqyera, tjetri nuk ka asnjë lloj efekti. Në varësi se si reagon lëkura, dhe prandaj jap këshill gjithmonë pacientëve, shikoni se si reagon lëkura, edhe në produktet që ne përdorim, në miksi estetike, qoftë aminoacidet, peptidet, qoftë koktejlet e vitaminave, apo acidi hialuronik i peshave molekulare të ndryshme, të gjitha këto varen shumë nga pacienti, sepse një pacienti i ka bërë shumë mirë dhe është perfekte, një pacient tjetër nuk i ka dhënë atë lloj reagimi, sepse lëkurat, tipologjitë e lëkurave janë të ndryshme, sensibiliteti i lëkurave është të ndryshëm, kështu që ka shumë mjek që sugjerojnë që përdorimi i retinolit të nisë në moshën 25 vjeçare, ndërkohë të tjerë mendojnë që duhet të jetë plus 30. Po, cili është sugjerimi yt? Plus 30. Plus 30. Mendojnë që lëkura mësohet shpejt në momentin kur ne nisim ta përdorim më herët? Retinoli është derivat i vitaminës A dhe sido që të jetë, ai eksfolion, pra gërryen në një farë mënyre. Dhe për shembull, unë nuk do sugjeroja përdorimin e retinolit të paktën në rrezet e forta të diellit. Ka dikush që e sugjeron sepse thot patjetër ti mbrohesh me krem 50. Për mua ose me përqindje diçka me përqindje të vogël retinoli, unë si denist nuk do e sugjeroja. Do me thënë, do t'i jepja lëkurës një farë pushimi. Kjo është gjithmonë individuale, sepse mjek estetik të ndryshëm, dermatolog të ndryshëm, kanë mendimet e tyre, flasin në baza dhe gjithsecili pastaj e di vetë sepse e pson vetë lëkura. Kështu që nuk kam një specifik, sepse asnjëri nuk mendoj se do dinte ta thoshte specifikisht. Të ndarë, patjetër. Të ndarë. Nisa ka disa mite që qarkullojnë në jetën tonë të përditshme. Njëri prej tyre është se duhet të zgjedhim dhe të blejmë kremra më të shtrenjtë, duke qenë se janë më cilësore dhe përbërësit janë më natyral mbase. Këto janë mite. E thash dhe pak më përpara, duke ju referu gjithmonë Instagram, TikTok, sepse ne nga aty i shohim, ne nuk kemi ku të shohim tjetër, burimi informacioni ai është, tani ky burim informacioni varet nga kush vjen. Dhe nuk është e thënë që gjithmonë kremrat më të shtrenjtë janë kremrat më të mirë. Ka kremra të cilët kanë një çmim mesatar ose relativisht të kënaqshëm, të përballueshëm për të gjithë. Të kënaqshëm për të gjithë, dhe ato janë kremra shumë të mirë, të cilët por varet nga lëkura, sepse ka rast si ta planon lëkura. Unë më kujtohet një herë para shumë vitesh, kam qenë në aeroport dhe më kapi syri një krem, po
shumë i mirë. Po. Dhe kisha edhe një shoqen time me vete. Edhe më thotë, unë e kam përdorur, thotë, këtë kremin, po flasim këtu e 15 vjet përpara, nuk ishin më aq të zhvilluar as me internet, as me Instagram, s'kishte lidhje. Dhe më thotë, e kam përdorur këtë kremin, është nga kremrat më të mirë, por për çmimin që kishte, ai ishte shumë i shtrenjtë. Dhe tani unë tash hajt, ta provoj mirë. Ta përdor dhe unë. Sa më gjeti mua. E blej dhe mua më krijon reaksion në lëkurë. Kështu që jo gjithmonë kremrat më të shtrenjtë janë kremrat më të mirë. Po kishte një përbërës që mbase të bënte reaksion, nuk ta duronte lëkura. Po ai krem nuk ka vetëm një përbërës, aty janë patjetër. Pafund. Absolutisht. Kështu që hajde ta gjeja unë, ndërkohë që reaksionin ma tha. Një mit tjetër është që lazeri nuk përdoret për gjatë stinës së verës. Lazerat, teknologjitë kanë evolu shumë. Për shembull, unë lazerin e epilimit që kam në klinik mund të përdore në çfarë do lloj stine, në stinën e dimrit dhe në stinën e verës. Mjaftoj që ti mos të ekspozohesh direkt, apo e bën të dalësh të ekspozohesh në rrezet e diellit. Nëse kalon 24 orë ose kalon pak, janë lazerat të programuar në mënyrë të tillë që përdoren në stinën e dimrit dhe të verës, të vjeshtës, përdoren kudo. Pra, duhet të pyesësh në varësi të llojit të lazerit që është, që mos të digjesh pastaj. Absolutisht. Dhe ndërkohë, meqense jemi edhe tek lazerat, ka shumë llojshmëri lazerash në treg dhe një pjesë duket sikur janë kinez, një pjesë me xhel, një pjesë pa xhel. Cilin do sugjeroje, sepse duket që ka shumë ankesa nga lazerat me xhel. Nuk e di pse, për mua më është krijuar kjo përshtypje edhe nga rrethi im miqësor. Lazeri im i parë ka qenë lazer me xhel dhe nga lazerat më efikas. Ashtu. Që unë kam pas. Edhe ky tjetri është shumë i mirë, por nuk e hedh kur poshtë, dhe gjithmonë e kujtoj edhe me gocat, që lazeri me xhel ka qenë ka dhënë rezultate të shkëlqyera. Dhe duket më komodë. Që varet ndonjëherë nga mënyra e përdorimit të lazerit, sepse ka njerëz të cilët nuk marrin kualifikimin e duhur për të përdorur një lazer. Dhe që këtu fillon. Në momentin që ti nuk ke kualifikimin e duhur për ta përdorur një lazer, unë nuk përdor lazer në klinikë, është specializuar një nga gocat për të përdorur lazer. Dhe mua po të më japësh lazerin, mbase nuk di ta përdor. Dhe unë atë pacient mund ta adoptoj. Dhe vjen dikush edhe thotë unë e bëra lazerin, por nuk më funksionoi. Dhe lazeri ka edhe një gjë tjetër që ka lidhje shumë me hormonet. Edhe një gjë duhet sqaruar që besoj të gjithë e dinë, por e kanë të qartë, por mbase dhe nuk duan ta pranojnë, se duan të fajsojnë dikë në thonjza. Njerëzit që kanë probleme me tiroidet, njerëzit që kanë probleme hormonale, mos të presin ose meshkujt, mos të presin që të kenë një zhdukje të qimeve. Edhe njerëzit normal duhet patjetër që një herë në 6 muaj të bëjnë një mirëmbajtje. Patjetër. Sepse ndryshe ne jemi njerëz të gjallë, jemi njerëz me hormone dhe nuk ka se si të mos kemi asnjë qime. Mjaftueshëm e drejtë dhe normale, patjetër. Por ka nga ata që vinë në klinikë dhe thonë, "Ua, unë e bëra lazerin, por nuk kisha atë rezultat." E presin që me seancën e parë më shumë mundsi. Me seancën e parë, por presin që edhe mbasi e kanë bërë dhe i kanë mbaruar një paketë, për shkak që mund të jetë me 10 seanca, mos kenë asnjë qime në trup, ndërkohë që ai është njëri i gjallë. Dhe ai ushqehet, ai njëri, pra siç bën çdo proces fiziologjik, ashtu. Ashtu është dhe kjo pjesa e lazerit. Absolutisht. Një pjesë e pacientëve dhe pacientëve natyrisht thonë se lëkura është mësuar me një krem të caktuar dhe nuk i jep më efekt. Mësohet lëkura realisht me përdorimin e një produkti për një kohë të gjatë? Unë kam shumë vite, po marr veten time, se nuk dua të marr askënd, po unë kam shumë vite me të njëjtin produkt dhe mua ai produkt më bën mirë dhe unë nuk kam se ta ndroj. Kështu që produktet që juve ju bëjnë të ndjeheni mirë, e ndjeni lëkurën rehat, komode, ndonjëherë ne ndryshojmë për komercialitet ose për të provuar diçka më të mirë. Por kur e shohim që ajo diçka e më e mirë që ne mendonim nuk ishte, i kthehemi prapë asaj që kishim. Pra kthehemi te bazat. Kthehemi te bazat si gjithmonë. Dhe kjo është, duhet në vetvete njeriu duhet ta njohë lëkurën siç njeh trupin. Nëse do përzgjidhje një trajtim estetik që do ja rekomandoje çdo gruaje, cili do ishte? Unë jam shumë tek trajtimet rigjeneruese, mezoterapit, rigjenerime, trajtimi me plazma gel, sepse ka shumë zonja
të cilat dhe goca të cilat nuk duan të përdorin acid hyaluronik, nuk duan të përdorin fillerin, kështu që shkojnë drejt një zgjedhje natyrale që është PRP plasma geli. Dhe ajo është një filler biofiller dhe është mbushës, nuk zgjat shumë në kohë, por në momentin që të përsëritet disa herë si trajtim, e para rigjeneron qelizat, e dyta i jep lëkurës një teksturë shumë të shëndetshme dhe ka shumë benefite. Super. A ka një trajtim estetik që mbase do refuzohet ta bëje tek vetja? Trajtim që do refuzoja, unë për shembull, duke qenë se jam lëkurë shumë problematike në thonjza dhe nuk eksperimentoj dot, dua të eksperimentoj me diçka, po nuk eksperimentoj dot, mbase lazerat, siç është lazer Fraxel CO2-shi, që është goxha invaziv, unë te lëkura ime që është kaq sensitive, do kisha shumë merak ta përdorja. Do më pëlqente ta përdorja sepse ajo të krijon dhe skin rejuvenation në pjesën e dimrit për shembull, dhe të eksfolion, se varet me çfarë gradacioni ti e bën. Dhe unë nuk do ta bëja të fortë te lëkura ime, por prapë kam shumë merak sepse e njoh lëkurën, e di sa sensitive jam unë, edhe një gërvishtje e vogël dhe direkt ma jep në skuqe, më irritohet. Pra duke njohur lëkurën tënde, zgjedh mos e bësh. Nuk kam se të bëj diçka që e di që mbase mund të më reagoj shumë mirë, po nuk dua ta riskoj. Të shumë mirë bën. Denisa, teksa të dëgjon kur flet, duket sikur e dashuron profesionin tënd. Çfarë të kënaq më shumë? Mua më kënaq njerëzit e kënaqur. Domethënë pacientët të cilët dalin dhe më falenderojnë, dhe më vinë ato mesazhet falenderuese. Mua ajo më gëzon shpirtin, nuk më hyn në sy asgjë tjetër, por kur i shoh ata të lumtur dhe kanë arrit ato që duan, sepse edhe me pak sforco, edhe me mund, edhe unë flas gjithkohës, mundohem që ti ta edukoj pacientin, kjo është mënyra më e mirë, unë e di që ti e do të shpejt, por nuk arrihet dot shumë shpejt, sepse ti e bombardon lëkurën. Kur ja shpjegoj, edhe më kuptojnë, dhe tani jam në fazë që mendoj që janë ndërgjegjësuar pjesa më e madhe. Janë ndërgjegjësuar dhe të besojnë. E gjitha është tek besimin. Nëse kanë besim, pastaj ato të dëgjojnë këshillat që ti i jep. Tani ka dhe pacient të pakënaqur dhe kjo është e padiskutueshme, sepse nëse do ishte ndryshe, nuk do kishte kuptim. Ishte normale, do ishte perfeksion, kështu që nuk do kishte fare kuptim. Kështu që ka nga ato që më duan, ka nga ato që nuk më duan. Gjithsesi, unë i dua të gjithë. Dhe shumë i bën. Nuk kam asnjë lloj. Pyetja ime e fundit për episodin e ditës së sotme ka të bëjë me këshillat për moshën e tretë, sepse duket sikur është mosha që mbase i lëm pak pa përmendur krahasimisht me të tjerët, cilat janë këshillat që do jepi për më tepër për gjatë periudhës së verës për moshën e tretë. Moshës së tretë do t'i thoja patjetër që atë kremin unë e kam bazik, mast, një mast, dhe ato duhet ta vendosin një mbrojtje dhe nuk duhet të ekspozohen nga rrezet e diellit. Mosha e tretë është shumë e riskuar, kështu që nga çfarë do lloj problemi, kështu që e mira do ishte që të shijojnë ato niprit mbesa, të shijojnë atë jetën në të gjitha mënyrat. Dhe të dalin pak sa më shumë, të dalin më nga vjeshta, pak më nga vjeshta. Pak në rrezet e diellit, sepse realisht sidomos kur është piku, patjetër. Janë shumë të forta, të shijojnë ato ecjet të mëngjesit, ecjet të mbrëmjes dhe të gëzojnë vitet. Absolutisht. Kjo është e gjitha, se nuk ato i kanë shiju në mënyrën më të mirë të mundshme, siç kanë ditë ata t'i shijojnë. Dhe thon shpesh që dielli ishte më i mirë në kohën tonë. Dielli po. Edhe ka qenë. Diçka ka pas. Denisa, për mua ishte shumë kënaqësi ta ndaja studio me ty ditën e sotme. Faleminderit dhe shumë sukses në profesionin tënd. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ju falenderoj për vëmendjen dhe së bashku do shihemi sërish në episodin e radhës. Kalofshi bukur.